Alban Shahid, që është një aktor profesionist, ku me rolet e tij ka bërë për vete këdo. Ajo është pjesë e teatrit në qytetin e Gjilanit, ku ka interpretuar në disa shfaqje të njohura. Nën Zoma ishte i ftuar për herë të parë e që tregoi rreth verës së vitit 2025. Vera kaloi mirë si verë, kemi pasur si pushim, nuk kemi qenë shumë të angazhuar verë, sidomos muajin korrik edhe gusht, po vërtet dashte edhe më shumë mush baterit, se kemi filluar me një vrull të madh, shfaqje të repriza, edhe me xhirime, edhe një shfaqje premier që i kemi, domethënë tash me 3-4 shfaqje në repertor, që janë ndryshme, plus prova, plus edhe me seriale me xhirime, domethënë që nganjëherë vim punë për 2 muaj sa për 1 vjet.